Përshëndetje e miq, ju përshëndes, unë Mimoza Elezi. Vazhdoj me shpalosjen e regjistrimeve osmane të përfshira në Sanxhakun e Dukagjinit, që këto regjistrime i përkasin vitit 1571-1591. Dhe regjistrimet janë ndarë në dy pjesa. Në njërën pjesë pra po shikojmë fshatrat e Pashtrikut, të Rudinës, të Hasit, të Domeshtricës, të Lumës, të Gorës, të Opojës dhe të Dabrit. Në pjesën tjetër do të shikojmë regjistrimet që i përkasin Lezhës, Pukës, Dibrës, i Ballit, Fanit të Madh dhe Fanit të Vogël, Mirditës, Zadrimës dhe Ragamit. Që këtë dokumente gjendet në Arkivin Osman të Stambollit, të Fondit Tahrir me numër 499 dhe regjistrimet e vitit 1591 që ka në kodin TKGM me numër 62 dhe gjendet në Arkivat Osmanlije të Stambollit. Siç e kemi parë nga shpjegimet e përparshme të Sanxhakut të Dukagjinit, theksohet që numërohen vetëm krye familjarët e një fshati, jo të gjithë banorët të fshatit, vetëm krye familjar. E kam theksuar edhe më parë, programet e mia synojnë që të nxjerrin sa më tepër dokumentet e arkivave osmane dhe të shfaqme të gjithë ato miq kudo që ndodhen në botë që nuk kanë mundësi t'i përvetësojnë ose që nuk e njohin gjuhën turke dhe e kanë vështirë që t'i përkthejnë këto dokumente dhe t'i mësojnë. Prandaj, në rast të parë kërkoj përkrahjen tuaj, kërkoj të bëheni abonent në kanalin tim me një abonim minimal, sa të mundeni. Ato të cilët i quajnë me të vërtetë të vlefshme këto programe, mund edhe të përkrahin individualisht dhe përkrahje tjetër dhe një përkrahje kryesore do t'jetë nga banorët e këtyre fshatrave, do t'jetë nga historianët dhe studiuesit e këtyre zonave, të cilët i njohin këto zona dhe me ato persona duhet të kontaktoj, të vizitoj të fshatra dhe të bëjmë një bilanço të historisë së fshatit, qoftë i zhdukur që gjendet vetëm në shënime apo fshatra që sot ekzistojnë dhe të shikojmë të shkuarën e fshatit dhe gjendjen e fshatit sot. Para se të kalojmë tek të dhënat e fshatit të radhës që do të trajtojmë sot në tunelin e arkivave osmane, dua të bëj një njoftim të shkurtër për ju të dashur ndjekësit e mi. Gjatë muajve të verës, kjo seri emisionesh nuk do të vazhdojë në formën e saj të zakonshme. Do të bëjmë një pauzë të përkohshme dhe në vend të saj do të sjell programe të tjera me karakter kulturor dhe episode nga jeta reale, të cilat do të pasurojnë përmbajtjen e kanalit tim në një formë të larmishme. Në muajin tetor dhe gjatë gjithës tinës së dimrit, seria e zbardhjes së dokumenteve dhe kërkimeve në arkivat osmane do të rikthehet sërish, me më shumë material, me më shumë thellim dhe analiza më të zgjeruara historike. Vazhdimi i këtij projekti do të varet gjithashtu edhe nga mbështetja juaj. Sot, stacioni i arkivave ndalet në fshatin Magolec, i njohur dhe si Magoliç. Deri tani, në defteret e Sanxhakut të Dukagjinit kemi hasur në një sër fshatrash, disa prej të cilave sot nuk ekzistojnë më, ose kanë ndryshuar emrat e tyre, ose janë zhdukur, dhe disa prej tyre edhe mbijetojnë. Pra, në pjesën e dytë të defterit të Sanxhakut të Arvanit, që shënohet taput defteri me numër 499 dhe shënimet mbi fshatra që ne shikojmë i përkasin faqeve 96-172. Pra, fshatra që kemi parë deri më sot janë fshati Gjakovica, Gjakova e sotshme që paguante 8.000 akçe, fshati Gorna Raça që paguante 3.000 akçe, fshati Dolina Raça që paguante 2.000 akçe, fshati Bozhga që paguante 1.000 akçe, fshati Dujk së bashku me mahallën Guska që paguante 5.000 akçe, fshati Brajković që paguante 3.000 akçe, fshati Helmshan që paguante 5.800 akçe. Siç e kam theksuar dhe në programet e shkuara, sa më shumë akçe të paguante një fshat, kjo tregon se aq më shumë banorë kishte dhe në disa raste, kur nuk ka shumë banor, por banorët ishin kryengritës kundra perandorisë osmane, atëherë taksat ishin më të rënda, më të mëdha, më të shumta. Fshati Helmshan ishte një nga këto dhe kishte 5.800 akçe. Fshati Zgjec që ishte shënuar jashtë defterit, pra fshati Zgjec që ishte jashtë defterit dhe nuk ishte shënime të shumta që paguante 1.000 akçe, fshati Mjekërbardh që paguante 1.200 akçe, fshati Bardonia që paguante 1.500 akçe, fshati Batka paguante 500 akçe, ku humbi Batka e kam theksuar, fshati Rodos që paguante 500 akçe, fshati Prush, pra qafa e Prushit që paguante 2.500 akçe, fshati Zharkova i Bytyshit të Tropojës që paguante 1.500 akçe,
fshati Zhup dhe sot jemi tek fshati i 16 që quhet fshati Magolec dhe paguan 3500 akçe. Dhe do të shikojmë përbërjen e fshatit. Gjithashtu në të ardhmen, siç theksova, do të jenë fshatrat me radhë, pra siç i kemi këtu, duke filluar nga fshati Dega, Brelaj, Popovça e tjerë me radhë sipas Rudinës. Tani jemi tek fshati Mogolec. Këtu theksohet që fshati Mogolec i përkiste timarit të Jusufit dhe Jusufi ishte i biri i Bekteshit dhe fshati mvaren nga Rudina. Fshatrat që ne shikojmë mvaren nga Rudina ku i përkasin dhe fshati Mogolec mvaret nga Rudina. Banorët e fshatit shikojmë që ishin Sulejman Mustafaj dhe është i shënuar me ç. Ato që shënohen me ç ishin çiftliqtarët, pra administratorët besnik të Perandorisë Osmane. Ishte Ali Timurgjiu, edhe ky çiftliqtar. Ishte Mehmet Mustafaj, që ishte beqar, Ibrahim Aliu, beqar, Ali Hasani, çiftliqtar, pra administrator, dhe Xhafer Rustemi që ishte çiftliqtar. Pra këtu shikojmë që kemi 6 familje muslimane të cilët këto ishin administrator të këtij fshati. Do të thotë që nëse kishte 6 administrator në këtë fshat, ky fshat në atë kohë duhet të ketë qenë mjaft i banuar dhe mund të ketë pasur prodhime të larta, ose mund të ketë qenë një fshat edhe shumë kryengritës. Sot ai quhet fshati Mogliç dhe mvaret nga Rodi. Dhe ku gjendet sot ky fshat, atë ja lëj që ta komentojnë ndjekësit, studiuesit dhe ato që e njohin zonën mirë e mirë. Gjithashtu shikojmë që në këtë fshat gjendeshin edhe Biba Deja, që ishte beqar, Prend Boga, Prend Doda, Deja Lika, Papa Gika, Bac Gika, Gika Boga, Doda Gika. Pra, këtu ne shikojmë që kishim 6 familje muslimane dhe 8 familje janë shënuar të krishtera, por në përgjithësi këtu janë shënuar 30 shtëpi dhe 18 beqar. Pra, ne këtu kemi vetëm 8 emra, mirë po, këtu sipas shënimit shikojmë që kishte 30 shtëpi. Do të thotë që nuk janë shënuar të gjithë banorët, kryefamiljarët, arsye pse kusi nuk e di. Do të shikojmë në të ardhmen çfarë do të na dalin në dokumentet e tjera, në regjistrimet e tjera në të ardhmen, por gjithsesi ne duhet t'i mbajmë këto regjistrime sot. Tani të shikojmë të ardhurat e tyre dhe çfarë paguanin. Të ardhurat në përgjithësi, Ispengje paguanin 950 akçe. Për 8 barë grur paguanin 400 akçe. Për 5 barë el paguanin 150 akçe. Për 11 barë ujem paguanin 220 akçe. Për 20 medre musht paguanin 200 akçe. Pra shikojmë që këtu kishte mana edhe kultivoheshin goxha produkte. Taksa e govatës ishte 20 akçe. Taksa e barit ishte 150 akçe. Taksa e perimeve ishte 50 akçe. Bidati i derrave 12 akçe. E dhjeta e lirit ishte 10 akçe. E dhjeta e bletëve ishte 15 akçe. Mulli, kishte edhe një mulli, një sasi pra, dhe pagueshin 15 akçe. Vlera e kashtës ishte 25 akçe. Niabeti, taksa e martesës dhe të tjera ishin 20 akçe dhe shuma totale ishte 2500 akçe. Pra shikojmë që ishte një shumë goxha e madhe dhe një fshat me 30 banor, por këtu nuk janë shënuar të gjithë banorët. Kemi parë se fshatrat duke u bazuar tek taksat e rënda, tek regjimi Osman, tek kushtet e rënda të territorit të veriut që njerëzit përjetonin në ato kohë, shumë fshatra janë zhdukur dhe sot ato kanë ngelur vetëm si emra në regjistrimet osmane. Pra në këto regjistrime shikojmë ashtu si shumë fshatra të tjerë të zonave të Shqipërisë nuk janë zhdukur me zhurmë dhe me një herë, por janë zhdukur ngadalë. Duke parë këto regjistrime të defterit Osman, pra që janë regjistrime shumë të domosdoshme për territoret shqiptare, ne mund të shkruajmë dhe një histori të re dhe mund të bëjmë dhe një programatik të re të fshatrave shqiptar, ato që janë zhdukur dhe ato që ekzistojnë sot. Pra sot u njohëm me fshatin Magolec. Ky projekt dokumentar i bazuar në dokumente të shënuara në kohën e Perandorisë Osmane, sidomos mbi trojet shqiptare mbi fshatrat shqiptare, synon të rikonstruktojë historinë e fshatrave shqiptar të Dukagjinit, duke u bazuar në regjistrimet osmane të defterit të Sanxhakut të Dukagjinit.
Në fokus është analiza e strukturës së fshatit Magolec, duke identifikuar familje që kanë jetuar aty dhe detyrimet tatimore që ata kanë paguar në atë periudhë historike. Qëllimi kryesor është të nxjerrë në dritë të dhëna të harruara arkivore, duke rindërtuar jetën sociale, ekonomike dhe demografike të rreth 90 fshatrave të Dukagjinit. Projekti kërkon mbështetje në studiuesve, dashamirësve të historisë dhe publikut të gjerë përmes abonimeve mujore ose donacioneve me qëllim vazhdimin e kërkimeve dhe publikimeve. Ky është një projekt për ruajtjen dhe dokumentimin e trashëgimisë historike dhe gjeografike të Dukagjinit, duke dhënë zë fshatrave dhe familjeve të përmendura në burimet osmane. Pra, ky është programi i fundit për këtë kohë dhe siç theksova edhe në fillim të programit, programet të kësaj serie do të vazhdojnë në tetor dhe deri në atë kohë do të kemi programe të tjera të ndryshme. Dhe kështu, deri në fund të defterit do të shikojmë një nga një të gjitha fshatrat me radha ashtu siç janë regjistruar në defter. Faleminderit për të gjithë ato që më ndjekin. Faleminderit për të gjithë ato që shpërndajnë videot e mia. Faleminderit për të gjithë ato që më rikuptojnë. Faleminderit për të gjithë ato që do të bëhen abonent në kanalin tim. Faleminderit dhe mirupafshim në programe të tjera.